Berisha. Jo videon, po regjistrin. Zoti Berisha, ju vazhdoni të hidhni akuza ndaj zotit Dumani, por ju e dini tashmë dhe qytetarë shqiptarit dinë që SPAK ka një drejtues të ri. Cili është qëndrimi juaj në raport me zotin Braho dhe a do ta mbështes opozita dhe Partia Demokratike drejtuesin e ri të SPAK? Qëndrimi im ndaj çdo punojësi të prokurisë speciale, gjykatës speciale, policisë, BKH-s, është qëndrimi që ata do mbajnë ndaj ligjit. Ne nuk kërkojmë absolutisht asgjë tjetër veç se zbatimin e ligjit. Altin Troplini instaloi në mënyrën më kriminale praktikën staliniste të arrestimeve pa prova dhe të krijimit të provave pas arrestimeve. Kjo është faqja e zezë që ai hapi në këtë institucion dhe për të cilën ai do bëhet përgjegjës deri ditën e fundit të jetës tij. Jo, ai iku, po ligji nuk iku. Nuk iku ligji. Drejtuesi i ri nuk thash edhe një herë, çdo drejtues dhe çdo punojës i këtij institucioni që zbaton ligjin ka dhe do ketë vlerësimin dhe mbështetjen e plotë të opozitës shqiptare. Zoti Berisha, a i keni ndjekur protestat e zotit Lapaj mbrëmjen e kaluar?